kujtohet si sot, do më thonë, kur kom hypë në autobus, ka qenë një farë ire luftës. Këtu qeset e plastikës fluturojnë në për ajrë. Në çdo vitrinë e venim në Kosovë, si çdo student edhe unë, e bashkarisht venim të familja, edhe në atë kohë unë u pata regjistru si mjeke me shku me UÇK, me një batalion të caktuar, me idenë që kur shtrohet nevoja, unë më aktivist. Me qenë pjesë, po. Edhe në ndërkohë gjatë vitit të rive që situata filloj mu tensionu, unë e pata një farë aksidentit vogël me klavikulën e dëmtova, edhe të njëjtën kohë më thrasin këta të Shqipërisë, thonë, o gocet do vish, se gjithë na eken nga këto. Pse? Se s'po e kuptojnë zhargonin tonë këta kur po komunikojmë, jenë mësu me ty, kështu që dhe i le pushimin edhe hajde. Ka qenë pikërisht dita kur ka ndodhur masakra e Çakut. Edhe më kujtohet si sot, do më thonë, kur kom hypë në autobus, ka qenë një farë ire luftës. Këtu qeset e plastikës fluturojnë në për ajrë.